presidenti aktualisht. Po, është presidenti aktualisht, po kjo pra tash duhet me filtru komplet edhe kërkesën e saj gjykata kushtetuese, po edhe këto ndryshimet. Por këto ndryshime është dashur me përfundu në legjislaturën 2011-2014. Nuk kam përfundu në atë kohë, konsideroj që s'ka më iniciativë. Kjo është tash iniciativë e re. Edhe këto ka me konfirmu gjykata kushtetuese sigurt. Por mbi gjitha, çka është për mua interesant? Ne e kemi një problem shumë serios zgjidhjen e presidentit që duhet sonte deri në 12. Tash presidenti vend që me kontribu me zgjedh këtë problem, kjo tash flet për ndryshimin e sistemit. Edhe në rastin më të mirë duan shumë muj me kalu dhe mbi gjitha mos harroni neve na duan edhe 2/3 të komuniteteve. Ne kemi pas problem me Sërbë. Sërbë nuk e kanë problem as zgjidhet presidenti prej popullit, apo zgjidhet në këtë formë si po zgjidhet tash. Por me blokojnë se proces muin. Ata e blokojnë sigurt. Në fakt, ata kanë me kërku diçka. Na duhet me qenë realist. Çdo udhëhes i shtetit duhet me ditë që ne kemi probleme konkrete, praktike në terren dhe duhet mi parapata. Sërbë kanë me lyp diçka, dhe nëse donin këtë formë, donin mi na plotësu këtë. Për ndryshe, e kemi kushtetutën, unë e di që është gabim kjo, në këtë formë, por kanë mundësi me na bloku, është një proces që shkon me muj të tëra. Edhe ku i shërben kjo zvarritje, kjo zgjatje, sepse